Jo vetëm që e kom nënshkru, po janë më shumë se 150 nënshkrime tash që janë që kanë kërkesë për kuvend të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë i takoj një degë e cila ka dhënë mendim unanim që duhet të ketë zgjedhje të parakohshme dhe duhet të ketë reflektim mbi procesin zgjedhor të qershorit, domethënë të gjitha strukturat e Lidhjes Demokratike, duke filluar nga kryetari edhe deri te nëndegët. Jo vetëm që e kom nënshkru, po janë më shumë se 150 nënshkrime tash që janë që kanë kërkesë për kuvend të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. A shpret qëndrimi brenda mbledhjes? Urna? A shpret qëndrimi brenda mbledhjes? Urna? A shpret qëndrimi Po tjetër, unë jo thash që s'kom fol, jo, nuk kam një orija e në dëpënu, po ajo që ka është edhe konfirmim edhe që u debatu me seriozitetin më të madh, kishte edhe kërkesa që domethënë mos ketë nevojë për zgjedhjet e parakohshme, domethënë që i parashes statuti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por kishte edhe mendime që t'japet përkrahje kryetarit LDK-s që të vazhdojë edhe tutje si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zotëri Hoti e ka thënë publikisht që nuk merr pjesë ashtu siç e quhen ai një kryesi jo statutare. Zonja Hekmete Bajrami nuk e di arsyet pse nuk është. Të tjerët disa nuk janë anëtar të kryesisë që janë deputet që ju i përmendet. Për të tjerët që kanë munguar që nuk kanë qendrim ose nuk kanë shpreh qendrim, pyetni ata të cilët kanë marrë pjesë ose nuk kanë marrë pjesë.